Përshëndetje shikues të televizionit Dugargjini të emisionit Qeshëm. Jemi edhe këtë të djele bashkë me juve nga kuzhina e televizionit Dugargjini dhe emisionit Qeshëm, ku sot kemi me përcjell ose kemi përgatit me juve me përcjell gjithsesi se ju na përcjellni na gatojmë dy receta. Kemi me nis me pasta, por që kemi me marinu diçka pak më ndryshe pulën dhe kemi mu ëmbëlsu në fond me disa biskota të cilat mbushen me Nutellë. Unë sot jam vetë, ose nuk jam vetë, po e kam një asistent këtu. Këtu me mu është Troji, është djali jam, edhe ka shpreh dëshirën më arë sot më ndihmu. I tregova që sot kemi me pas emisionin vetë, edhe ka ardhë me gatu, për ndryshe Troji di me gatu fal. Troji, çka di me gatu? Pasta, senti të. Qa këna me bo sot, a këna full qa këna me bo sot? Po. Qa po bojmë? Pasta edhe... Se do të më ju tregu njerëzve jashtë qa këna me përgatit? Pasta edhe... Nutellë me çokoladë. Nutellë me çokoladë, mirë. Okej, për më shpjegu, krejt aty në që tuna ndjek, na sot kemi përgatit shpagetat, por që si fillim kemi me marë hudrën, kemi me hap këtu, edhe kemi me shtu krep, edhe vaj ullire, po. Edhe kena me shtin furën, të cilën veç e kemi të nxehtë në mënyrë që muna përgatit ma shpejt. Okej, po e marrë edhe po e vendosi në një kësoj pjate, e cila është antizjarë. Kështu kena me marrë me e pre. Jënë pasta të thjeshta, po që janë shumë ama shumë të shishme. Une e kam largu pak, për shkak se mu duk që është shumë e madhe hudra, edhe me e fut krejt, mu duk që është asi e tepërt. Kështu që kur e ndani hudrën, ja prish një formën, normalisht e keni edhe ma problem. Pak me punu me të. Troji po më asiston me përgatitjen e tenxherës për pasta. Këtu tash kena mishtu krepa, tham krep Troji? Po. Po. Kena mishtu krep, se krepa depërton tek pjesa ku e kemi hap. Edhe vaj ullire. Edhe kena me fut në furë. Mi pas dy fura, në shtëpia të juja, është shumë mirë kër i përgatitni edhe këto biskotat, për shkak se zakonisht hudra lëshon aromën, është një aromë jashtëzakonshme kur të piqet, por jo shumë e mirë kur kena me bo ëmbëlsira. Kështu që unë po zgjedhi me e pështjell pak. Po e lagim letrën, apo ja qëllon Troji? Po. E lagim letrën edhe e pështjellim në mënyrë që sa do pak me e rujt aromën. Deri sa të zihen paka shumë pastat dhe të përgatitet edhe mishi edhe hudra e krym punën e vetë. Dhe tash, Troju mos i hap njerë edhe pak, se kena me ashtu kripën. A vi ashtën kripën? Okej, me ashtën këta krip. Edhe kena me marrë edhe vaj. Që edhe vaj. Edhe kena me marrë mishin. Kjo tavë na duhet, po e vendosi këtu, na duhet për biskotat, por ne po e marrë mishin. Kështu të gatu e të folë në njëtën kohë, pa diskutim nuk do të në asë mënyrë me haru sponsorin tonë që e kemi këtu në emisionin tonë, logoja e dentistit familjes dhe që është paranesh, i cili sponsorizon emisionin tonë dhe sigurisht në klinikën e tyre mund të merrni shërbime të ndryshme dentare, por edhe për përmbajtje estetike. Në klinikën e dentistit familjes ju presin doktor Alberti dhe Anita, cilën gjithsesi i falenderojmë, po ashtu, nuk kam mjaftu me kaq, dentisti familjes në Shishëm, është pjesë e këtij emisioni edhe me një loj, ku është loj, po e quaj loj, një loj shumë e thjeshtë, ku secili shikues mundet me përcjell
receta, receta të cilat kanë impakt drejt për drejt në mirëmbajtjen e dhëmbëve dhe gojës në tërësi, si edhe në mirëmbajtjen e lëkurës. Nëse këto receta gjithsesi i konsiderojmë të cilat kanë këto veti, atëherë merrni një voucher deri në 100 euro nga dentisti i familjes. Dhe na Troj po vazhdojmë. Çka kena me bëu tash? Tash një qit pastat. Po se kemi gati ujë. Atë shumë ujë, e kemi hapë. Tja, rrisim edhe pak temperatura. Okej, presim pak më nxehur, tani kujdes. Okej, po e përgatisim tash mishin. Mishin vetëm kemi me shtu fakt vaj ulleri, krep dhe biber të zi, me i fërgu, e që në shumicin e rasteve tash po shoh që njerëzit nuk e fërgojnë shumë shëndet, por po e fusin direkt në furrë në mënyrë që mos me e absorbu edhe shumë vaj, edhe unë e kom vrej që përveç kësaj të mire që ka dhe një të mirë tjetër, për hapja e vaj që bëhet në tërë kuzhinën, na kursen do të thotë kjo metodë. Nuk ka bash edhe lehtë me punu me asistent. Troj, këta nuk e din që ka bën te, cilin klasje, kështu që mirë është më ju kallëzu. Të katërtën, në San Pristina, unë në basketball jam, në basketball, në Reggio, ata janë shumë të mirë, më qujna për vene me udhëtu, si për shumë të vene të mira, qujnë me mdhajt, kanë kom emocionet pak, a? Kur hin atje, me spori të lojnë papages, me të këshirë atë pëlqen ajo, nëse të pëlqen, janë një stani me... Marketingin ati bave, si të volet. Po, Troj shkon basketball edhe shkon në shkollë digjitale. Po. Edhe i pëlqen me hongër hazër. E vërtet. Kush gatun për ti? Te. Tjetër? Ana. Shumë mirë. Ti a di me bodi qka? Po. Vu me suxhuk. Super. Kush të kam mësu? Bobi. Bobi di me përgatit mirë, e dina. I pari e bo vu me suxhuk. Okej, tash këna me marrë një, dhe mua nuk gudzona me shliru ma shumë Trojnë, se bone u shliru që edhe pak. Bone këtu vish me mi hek mikrofonat, edhe full kjo vetë. Po me mishti pastat? Po, mundesh. Pikanit po ja shtoj pak ujë, pak vaj, se më hutoj Troj, edhe po i kujdes Troj. Kujdes. Edhe qëto. Largohu, unë të ndimoj. Ti gjyqë. Mirë është. Këtë edhe qëto të. Jo, s'ka nevoj se kemi të vogël. Mirë është, kujdes të djegësh. Tash ka me vendosë vaj. Edhe ja ka njësë mjallë era hudrës, era shumë e mirë. Edhe derisa mishi tash na u bohet, i shtovë se i shtovë, e? Po. Derisa mishit na u bohet, kujdes. Nga njësë me qokoladë me Nga nutil. njësë, po, me qokoladë me nutil, po. Njëherë këram ju të regu shikuzve se qysh përgaditën këto biskota, procesin se nuk është edhe bashkë thjeshtë. Kena me kujdes. Kena me shkri pak margarinën edhe kështu. Tash si fillim, po i lëm gati kripën edhe biberin edhe mishin. Troje merr një lugë drunit, edhe ko marrë mu kujdes këtu për mishin. Na mjafton vish me i dhonë shije të mjelmët, edhe masanej kena me marru sosin që nuk e di nëse e të rëgova në fillim, por që salca, mësi që të fërgohet mishi, salca ka mu përgadit me një limon, me një lugë mjalt, hudrën, të cilën e kemi vendosë në furrë, dhe me pak vaj ulliri. Kemi përzimi miksu dhe bot një lloj pesto, pak më ndryshe,
po është një super salcë. Nëse dëni unë i mishtu edhe pakës parmezan, po normalisht nuk shkojnë pasat pa parmezan. Unë nuk po i shtoj njëherë kripen, po i lom kështu nga dalë, vetëm se po fillojmë me biskotat. Ti pastrojmë durt, troj ma vjen pakës prej pallomave. Si fillim, normalisht biskotat janë tepër thjeshta dhe kanë shumë pak përbërs. Krejt që kemi me bo është me marë buterin, të cilin e kemi këtu. Dhe kemi me shkri shumë pak ose me zbut, kisha me thonë, në mënyrë që me pas sa ma let na me punu. Kur të buterit është i but dhe është i gatshëm që na me punu me ta, me gatu me ta, kemi me ashtu sheqerin, kemi me ashtu sheqer vanilën, kemi me ashtu fryrësin për pjekje, vezët, kakaon, shumë pak me maje dishtave, krip, dhe kemi me punu me to me i banë rumbullaka të vogël, rrath të vogël, me i kalu në për sheqer kështu, sipër, edhe mi u bo ka një vrim. Vrimën, mu i mi a bo me ndimen e në një vegle këtu në kuzhinë, ose aty në filtrave që i kemi për në ka qëllu me kaltroj, sot, që i kemi për pandispanja që për dekore, sepse mbasi që të piqen, së cilës biskot kemi ashtu ka një lukë në tillë, dhe nuk e dia e keni pa në herë, ose e keni provu, me qenë super biskotat. Jënë tepër qishme dhe sekreti këtyne që ndronë që në një furë cilën e lëm të nxehtë, 180 gradë, jo më shumë, duhet i pjekim rreth 10 ose 15 minuta. Pavarësisht se mundeni me i prek dhe me u duk të buta, duhet i largu, sepse edhe kur dalin nga furra, ato në nxehtësinë që kanë në tepsi është mjaftueshme dhe piqen mjaftueshëm, nuk ka nevojë me u bë më shumë. Tash, po e marr një pjatë të pastër që me pas ma let na. Pas ma let dhe të shumë pak me ushkrim, me që nuk kemi mikrovalë në studio, e vendosim me kujdes në furrë. 150 gram. Por që ju muni me dyfishu. Une se di pse menoj, po besoj edhe ju e ndoni të njëjtin mendim, po çdo herë kur kena dyfishim të produkteve në një recetë dhe kur ankohemi që mu dash me dyfishu për arsye të kësaj, por që nuk më dul sikur se e bëj me masa të cilat e nja ose e di recetën. Kjo ndodh për shkak se shpesh herë diçka ja huqim. Veza zakonisht nuk është me gram të njëjtë, sheqeri zakonisht nuk është me gram të njëjtë. Buteri nëse nuk e marrim të mirë, shpesh herë ka shumë pak yndyrë dhe shumë pak qumsht. Kështu që këto janë disa gjëra të cilat munden me e prish, kështu që kur doni me rrit sasinë, unë shpesh ja bëj, sidomos në disa receta të cilat janë pakës më e kanë procesin të rënd, po nuk e kanë, do thot, nuk i kanë produktet. Në këtë rast unë zakonisht preferoj që me bë brumin 2 herë, do thot ndo mas mënyrë që mos me më mdështu. Po, ja shtën edhe pak, se bravo. Unë po e shti pakës me na u shkri dhe po filloj pasat diçka në fillu, po ja ullim temperaturën. Kujdes. Na ke dollë prej kuadrit këtë na ka dollë troji. Okej. Gradualisht të zbut edhe futën venda. Tash, derisa margarinat na zbutët pak, na këna me marë pak sheqer. Me shtu. Po, këna me shtu. Rreth 150 gram sheqer. Sa? 150 gram. Edhe ves, 2 ves. Ju kujtese e... Ajpët. Jo aty troj, se së mundesh. Me thik. Hajtë. Këtu. Bërë një pallu.
edhe shumë pak për jashtë, kështu me maje gishta, se ka Nutellë shumë edhe mirë është me pas pak në rana brumit, më kam pak zmaj njëtë, se jo. Na i lëm gati këtu, edhe këtu kemi në këtë pjatë kemi shtu kakao më shumë se që na vynë, po që të shë triluk. Për korektësi, kemi shtu triluk kakao, vanilën dhe peciven, ops, që thonë se merri, se nuk është fjallë shqip, që ta shë thëmë edhe njëherë. Dhe pluhurin për pjekje e vendosni, zakonisht vendosit masë të keni vendos pjesën ose sasin e millit të cilit dohet për atë pjatë, sepse direkt pluhuri për pjekje nuk është që e kryen funksionin e vetë. Okej. Jo, edhe pak. Domthon në këtë formë. Mikrovalme pas është më mirë, po kështu është kaq. Ama e plutna. Tiri është. Përzimër e trojqët. Po përzimër. Okej. Qëta është qëtë masën që e kemi bo. Muni me shpatu, mi po unë për në një dorës, edhe po e bëj një dorë. Se margarina vynë mi bo presion, njërë që me dëpërtu në krejt produkte që i ka kjo recetë. Kujdes troj. Okej. Të tash nga kam betë veç edhe pluhuri për pjekje edhe milli. Sepse nuk është e shkrime mjaftueshëm. Okej. Troja më dimër me hapë këton. Milën. Hapë këton. Po. Mirë është. Po ja shtoj milën edhe hape këtë. Pakon këtu, që më mashtu në. Janë biskotat ma të mira që krejtë miti dojnë. Milë keni mishtu deri në sasin kur mundi me punu me to. Mirë është, bravo. A me shti më shumë milë? Po, shtu ala milë. Okej, kështu bravo. Edhe një. Edhe mjafton. Tash kemë shkutë pasat. Në Zara është. Të mishin, fakt të mishin. Të mishi, okej. Okej, po më duket që duhet vetëm edhe pak. Interesant, kjo puna me dorë është. Nuk e ndjem vrumin dur, është sikur mësë me punu me durët e tua. Mirë po, ma mirë kështu. Sidomos kur i kena dorëzat ose ose si shka të thëmë. Okej. Edhe shumë pak, edhe këna me i shtu në sheqer. Si cilin biskot, këna me kalu në sheqer. Munano që buteri mu kanë tamon i ndam, ose i shpërndam në brum, se kur piqet, shia me met vishtë një nuk është edhe shumë e mirë. Okej. Perfekt.
qështu, kështu diqka. Gjumë, dhe sa të punani me dorë me të. Këtu janë shumë të mira, s'di, nështë që e kanë Nutella, ose që janë jashtëzakonisht qeshme edhe hanë edhe të nxehta. Nuk ka nevojë me metë për nesër. Përfundu me mile. Po i shtoj ashtu pak nga pak, se nuk duhet shumë. Qysh zakonisht brumrat nuk e dojnë me qenë ashtu shumë të me mill, me qenë të dendur të shtypun. Bravo Betroj. Shko të shkan? Mirë. A është ma letë shpe me gatua këtu? Ty bezdi. Qysh më ty bezden? Dhe është me ditë. Edhe qëtu i këna lorë ona ashtu pasta. Pak të shumë qka është puna tyne. Ja kemi ullë qëllem shumë. Temperaturën. Okej. Kujdes përdjegësh. Pa jashtojmë pak krep edhe biberci. Nalja pak. Nësë nga djegët. Këto është mirë me najtë pak, shumë pak. Ta mënë sa kena pun knena, na? është mirë me najtë ato. Edhe e largojmë edhe hudrën, se edhe lanë furën pak qelë, se mos nga përzijet Nutella aty me hudër. Shqyqër që tani shia s'del jashtë, se deni që këna bo. Po që kum po që këtë hudrën, po i bojnë edhe mikroval. 2-3 herë, ka 3-4 minuta, po gjë mirë po djegët, dhe që po do të me mbyllën këto tavat e vogla që kanë edhe këtë kapakin, edhe mirë po delë edhe mikroval. Kush që shto ka për një herë me bodmon edhe amëll edhe gjana tjera të cilat lirojnë erë, që është shumë e kashme, po që nuk banë mu përzi aromat. Kujdes troj. Ti troj vi qëto, e kom nalë. Ti vi qëto kujdesesh për to. Edhe, që qështu e kena dhe në shpe. Trojnë e kena në kuzhinë të pandashëm, në animon ka pak, po kur s'don, s'don. Tash na duhet edhe një pjatë e rafsht. Po i rami. I ramira. Cilat pastat pëlqejnë mas shumë? Kallëzoj unë njerëzve që jenë tuna këshyrë. Ma shumë Me di çfarë pasta të shije? bëjqina? Po. Mua? Po dhe ty. Pasta me domate. Me domate. Qysh i bojnë ato, a qysh i bëna? Një herë e vlen ujin, i shtin pasta, do kryp, edhe tani domatet i pjek, me do karkalica, po tani ja hek karkalicat. Se e karkalicat? Mja, të veç karkalicat i vin për shije. Vish për ty, se neve tjerëve na jona. Po, E pëse janë karkalicat ti? së mbëlqen. Sa Te i more? fshin. Unë i fshi. Qysh more kështu? E pse të pëlqenjë me qitë karkaleca se e rregullon shijen, a? Po. E bën të Tani me sheshme. domate, ja shtina në pasta, tani përzina. Po, a tjetër? S'kom. Asnjë tjetër nuk pëlqen me pesto? Me pesto? Ja, me pesto, ja. Sa Më more? bëjqen atje kur kena shku në Shqipëri. Cilat? Ato do kur kena shku në Shqipëri, mira. Shqipëri gëvarkin. Qa kam pas ato kur na shku në Shqipëri? Ty be nuk di, asune. Nuk e dem. A ma çdo ditë kur shkojmë se kjo i hojsha. Okej, kemi arru mjashtu një letër. A me qita lo... Letrat e kuzhinës A me janë qita lo biber? pështimi i vetëm ju, pështimi i vetëm janë për neve. Se nuk ngjiten ushqimet shumë edhe akoma mirë. A ma një dorë. Nuk ka dorës për ty. Edhe unë jem të e hekë se pe kam problem me punu me dorës. Okej. Do mënë që shto këna mi kaluna. Më duke që kjo është e modhe. Bujna një madhë vogël. Që kja tamën? Se na ka mejtë buter vende, duhet me... Okej, kaloje që shto në sheqer. Për dirë dhe në ka në përvejti. E qëtu E ku me ljonë që tonë tash? biskota,
A janë më të mira shefin tëna për tanës? Tanës. Po. Mirë, këtu na nuk kena mjongër senet vetë. Kanë mjongër edhe këta djemët këtu, që në të gjiru. O, një jam të dekë për bëk. Nëse të dekë për bëk? Tive nuk di, nësë për vejti. Okej, qështu që, rënë me se cilën, kaloni në shëqer edhe s'ka sa në mas qish. Këto trojnë që ka i bërë ma të vogla, po i jam si ona. Apo me fundi shka? Thuj bre, apo me folj. Ekstra mirë, ekstra lirë. Ka të dulë kjetash. Qëtu të lira dhe të mira. Po. Hajde. Edhe s'kanë shumë produkte, ose kostë, zakonisht tentojmë me sjellë këto lloj recetat cilat nuk janë shumë të kushtueshme. Edhe si janë rritë çmimet, s'kena çka me bë atroj. Ha? Janë rritë çmimet. Okej, kështu. Na e kena bo pak zë matë mëdha, e kena bo leramon këto. Po s'ka dert, me rëndësi shia. Në vërtet. E vërtet. Dhe duke të kishe edhe është e mirë, që kja e vërtet. Jo gjithë shka e bukur, po do me thonë troj që është e shishme. Okej. E fundit. Në para fundit. S'besoj që i kena mo. Kena të është. Ta mund ditë pjekën këtu, i bojmë edhe pastat. Qa? Edhe i super drek. Që kja fundit? A i bëjë shtonë të bishkojnë Kujdes tash kemi pasur dur. Dhe na derisa t'i bojmë vrima dhe të përgatisim pak rëmujën që kena bo me trojnë, shkputmi nga studio dhe kthehemi pas pak. Dhe u rikthyem në studio edhe Troj ka përfundu me mishin, apo Troja është ashtu ajo? Po, ka përfundu. E kena përfundu me mishin që që bo, pasat i kena vendosë këto. Shumë të mira. Shumë të mira, këtu i kena hudrën që e kena pjek edhe e kena shtyp, në të cilin kena shtu gjys limoni, një luk mjalt, Të fili biskotat asta. kena me shtu për një mesh të bardh. është një super shier. I di që ku marru diçka, majdanaz me shtu, po që tash ishte majdanaz ko për cilin doni. Mëse që t'kitë. Pse? Edhe one du me hongër. Po a ki më hongër ti? Kush ka më hongër tonë? One. Ka me të shky. Okej, edhe tash për jashtojmë salcën që e kena përgadit. Marim një luk. Bëhet shumë, ama shumë mirë kjo salcë. Se cili tani mos anë që hanë e përzim mirë. Edhe çka shkon këtu është normal parmezani pashmangshëm që mundi më ashtu kur jeni tu e hongër. Unë nuk e dija kam kështu parmezanin, po së do qoftë parmezani nuk është naj diçka, naj prurje. Dije që parmezani shkon me pasta dhe po shumë ana kam përgadit biskotat. Po. E thash në fillim që këto biskota nuk ka nevojë me u forcu në pjekje, pasi që tërësia është e nxehtë dhe dalin ashtu mjaftueshëm. Dhe t'i kapim me kujdes. Ta lirojmë këtë vanin Troj. O, për tash kemi e cilë Nutellën. Kese është shumë i nxehtë. Po largojmë këto që kemi punë. Vendosim trasën. Edhe se cilës, qështu të nxehta qësh janë, kemi me i shtu Nutellë. Nutellë. Ka një lugë, ka sa kena me ashtu? Ka një lugë. Okej. Zipse kam përshtypje që çdo herë janë ma të nxehta tavat e xhamit. Edhe është e pamundur mos më u djeg. Tash për ndihmoj edhe unë Trojt, ata marrë Troj edhe në një lugë. Më ndonë atë shumë qëto. Jo ashtu, në vynë ndryshë. Në shumë, me 2. Okej. Ta marrë edhe në mjetë. Kështu? Kujdes Troj.
Kur janë nxehta e servojmë sepse ngjitet edhe që shkrihet. Është një të vogël pa, është një të madhe pas. E ke marrë shumë të madhe troj. Okej. Nëse na tash këto nuk kena me i mbush bashkë krejt, po i mbushim disa, ato që kena me servu. Mos harroni mbushni me njëherë si dalin prej furrës. Dikush i don shumë atë kafta, thot e don përmbajtjen e kakaos me pas shumë të koncentrume, kështu që unë i mishtu ma shumë se 3 luk. Kakao nuk është që e prish shijen, edhe pse shpesher thuhet që kakao e ashton shijen e edht, po varet prej cilësisë se çfarë kakao e përdorni. Për kjo domosdoshmë është krejt formula kur menojmë që kakao e prish shijen. E prish veç në momentet kur cilësia e kakaos ose nuk është veç kakao, nuk është. Kështu sa ma e kaf, bilem është shumë ma e bukur. Okej, po mjaftoj me këtu. Që vesh edhe pak në kavitisht. Kja me troj që t'luk, ti nxjerrim disa dhe ti, se jemi në fund të emisionit, dhe ti vendosim në pjatën. Ti mbushit shto dhe i sot. Okej, mbushit ti. Ma lukën tjetër. Që poshtë? Ma njën shumë, edhe të bukra, edhe të shishme, krejt mirat në pjatë. Që qështu? Ta marrë edhe një, po kjo asistenti jam kuzhinë. Nuk e lën asnjë. Pa me hongër. Nuk e lën asnjë me hongër. Janë shumë të nxehta, normal. Ti marrë edhe qëton. Hajtë edhe një, qështu i morëm krejt. Në të troj. Pjatën e këna vendosë shumë të madhe, shkak të shijes që e ka. Shumë të Tash të mja jep edhe rëndësin në servem. Po. Po, qka po thuti? Na bone krejt Nutell më rëdjallë. Shtu duhet, është edhe Trina kanë mitë. Që du mi hongër. Pëse me mordi me shti. Okej. Këtu po i shtojnë këtë pjesë të formë edhe janë biskotat më të mira që keni mujtë mi provu dhe tash. Troj deri sot vazhdojnë me i mbush edhe pjesën tjetër të... Që edhe fundit. Vazhdo, lirisht. Pjesën tjetër të biskotave, ne këto 2 receta kemi sjellë këtë të diele dhe po besoj që kanë ju pëlqy, kena përgatit një pasta pakës më ndryshe dhe kena përgatit biskotat të cilat po besoj që keni me i bo pakës më shpesh në shtëpia të juve, sepse qysh edhe pat janë shumë ama shumë të lehta. Në fund të emisionit, si çdo herë, ishin edhe recetat të cilat i vendosëm dhe para se mundo, unë shfrytëzoj rastin dhe është rrugëzisi me falenderu dentistin e familjes, i cili ka mundësuar dhe të këtë emision, po ashtu inkurajoj të gjithë shikuesit e sheshëm që të na përcjellin receta në emailin të cilin e shihni më poshtë info@rtvdugargjini.com. Ato receta do t'i marrim dhe do t'ju shpërblejmë me vaucherin nga dentisti i familjes për mirëmbajtje të dhëmbëve ose lëkurës. Deri të dielën e ardhshme nga unë dhe Troj, çka më thon? Miru pafshim. Miru pafshim.